Relievi i Shqipërisë. Relievi i Republikës së Shqipërisë ka si veçori sepse dominojnë kodrat dhe malet, pra është reliev kodrinor malor. Lartësia mesatare mbi nivelin e detit është 708 metër, që do thotë nëse do rafshohen gjithë malet, atëherë territori i vendit tonë do jetë 708 metër mbi nivelin e detit, ndërkohë që kujtojmë që Republika e Kosovës e ka lartësinë mesatare më të lartë, 810 metrë. Pika më e ulët gjendet minus 8 metër në nivelin e detit, minus 2 metër në tërbuf. Pra këtu në tërbuf, është kjo zona këtu, në perëndim të qytetit të Lushnjës, kurse pika më e lartë 2751 metër në malin e Koratit, ku kemi kursorin, pra pak a shumë, aty ku është bashkimi i kufive midis Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Lidhur me lartësimin e nivelit të detit, relievi i të ulët nga serët deri në 200 metër, kemi 20% të territorit, kurse 50% është relievi mesëm nga 300 deri në 1000 dhe 30% relievi larg mbi 1000 metër. Pra, 80% e relievit vendit tonë është mbi 200 metër. Relievi vendit tonë ka coprim të madh horizontal dhe vertikal. Horizontal do thotë që pranë mund të jenë fusha dhe menjëherë lartësohen malet. Kurse vertikal do thotë që majat e maleve dhe lukinat lumore janë pranë njëra tjetrës. Relievi është i tipit terigjen dhe frishor, por dhe vulkanogen dhe sedimentar. Pra, janë terigjenët dhe frishët, vulkanogenët dhe sedimentar. Me vlerat ulta i kemi shënuar me bitë blu, me vlerat të larta i kemi me vijë të kuqe dhe lejla. Sotimi të ulët ka shumë në zonat e ulta, në zonat fushore, si në fushor, në Korçës. Cilët janë këta faktorë që kanë ndikuar në formimin e relievit të vendit tonë dhe në gjithë botën janë të njëjtit faktorë. Faktorët janë të brendshëm dhe faktorë të jashtëm. Pra, faktorë të brendshëm dhe faktorë të jashtëm. Cilët janë faktorët e brendshëm dhe cilët janë faktorët e jashtëm të formimit të relievit. Faktorët e brendshëm ose forcat e brendshme njihen ndryshe si endogjen, kurse të jashtme eksogjen. Cilët janë faktorët e brendshëm? Atëherë, lëvizjet luhatëse, pozitive dhe negative, i njohim ndryshe epirogenike, lëvizjet shkëputëse, pra forcat e grapelit që krijohen, lëvizjet rrudhosëse, antiklinale dhe sinklinale, lëvizjet sismike, pra veprimtaria sismike e tërmeteve, dhe veprimtaria vulkanike, e cila sot nuk është realisht. Kurse në faktorët e jashtëm, pra eksogjen, janë veprimtaria e ujrave rrjedhës, veprimtaria e akullnajave, veprimtaria e erës ose eolike, veprimtaria e ngrica, veprimtaria e temperaturës, pra pëmimi dhe të kurrje, veprimtaria e pimëve dhe kafshëve, veprimtaria e njeriut që nuk është e parë. Atëherë, nga faktorët e brendshëm dhe të jashtëm, cilët mendoni se mbizotrohen ditët e sotme, pra forcat e brendshme apo ato të jashtme? Në ditët e sotme mbizotrohen faktorët eksogjen, pra faktorët e jashtëm. Morfologjia e relievit, pra format e relievit. Drejtimet, të shikojmë tani se çfarë drejtimi ka relievi vendit tonë. Theksojmë që veçoria kryesore e relievit vendit tonë, pra format kryesore, janë drejtimet veri perëndim juglindje. Pra veri perëndim juglindje. Veri perëndim juglindje, ne kemi vargje të Skënderbeut, Rodon, Vor, Erseni Mesëm, vargje paralel, Marcin e Kurveleshit, Manikjer, Sugar, Urgan.
Kurse veriu janë vargjet e lurës, drejtimi rrezor janë Alpet e Shqipërisë, me që janë rrezercë në drejtim rrezor. Kurse hardcore është vargu i korabit ose më saktë shar korab stegov. Pra shar korab stegov, shar korab stegov. Pra drejtimet e relievit të vendit tonë. Morfologjia përsëri e relievit, malet e kotra. Fushat janë të shumta. Këto fusha vjen kryesisht në ulësirën perëndimore. Fushgropat janë fushgropa e Korçës dhe fushgropa e Prenjësit. Gropat janë të shumta. Gropa e Kolonjës, e Prespave, e Pogradecit, e të tjerë. Në lartësi, në Krum, e të tjerë. Lugjet, lugu i matit, lugina, kudo kemi lumenjë, kemi lugina lumare. Me një gjyrë të kuqe kemi shkëmbim gërqëror. Atjetër nuk janë vetëm Alpët e Shqipërisë, por malmët që shkëmbim gërqëror gjenden në Alpë. Dhe të rigjenat i kemi të gjitha kodrat e vendit tonë, ose në zonat e lumenjve, pra ku janë lumenjat lumenjve, kemi shkëmbim të rigjen. Gërqëror, çfarë veçori ka shkëmbim gërqëror? Kanë shpatet të pirët dhe majat të mpremtë. Kurse të rigjenat ka shpatet të butë, majat të mllakosë. Vepron shumë erozionit të këtë rigjenat, vepron pak erozionit të të rigjenat. Tek në plani të gërqëror. Të gërqëror vepron shumë veprimtaria karsit, do thotë veprimtaria trece e ujit në shkëmbim karbonatik. Dhe shkëmbim gërqëror ka si veçori që në ta, pranë tyre, ose në rreth tyre në lartësinë mesatare, ka shumë burim ujor. Pse? Sepse uji gërqëror e thithin ujin e shiut në brendësi, janë aka shumë si smujer, e thithin shiut në brendësi një pjesë patjetër, dhe e depozitojnë në brendësinë e tyre, aty ku ka si pra tretja, ka vepruar dhe ka krijuar shkreba gjigante. Mos e mendsojmë, nuk është vështirë që ta kuptojmë që kemi vere të gjithë në Shqipëri që ka burime ujore ata rrjedhin çdo ditë 24 orë dhe shumica e tyre 365 ditë në vitën. Ku gjendet ky ujë ndërkohë që në verë nuk bie shi? Do thotë në brendësitë e tyre ne kemi shpella, ky mal ka shpella gjigante të cilat të mbushën me ujë të cilët rrjedhin me anë të kësaj rrjedhje ujore që ne quajmë burim. Kurse të rigjenat, shpatet, majat, mllakosë e tjerë, vepron shumë erozionin dhe nuk kanë shumë imësi. Lidhur përsëri me morfologjinë e relievit, fushat, ja ku i kemi shënuar në ngjyrë kuqe. Fushgropat me ngjyrë kuqe kemi gjithashtu në jug fushgropat e delfinës. Gropat i kemi shënuar përsëri me ngjyrë kuqe. Lugjet, lugina, kudo kemi lugina, ku kemi lumenj. Taraca më famshme është taraca krijuar nga lumi i madh. Taracat janë krijuar nga veprimtaria gryese erosive e lumenjve në thellësi, për shkak sepse relievi ku ato kalojnë ngrihet. Pra relievi lartësohet pozitivisht pra një të lartë, dhe lumi gryen në thellësi dhe krijon taraca në formën e shkallëve të stadiumit. Kanionet, me i famshme është kanioni i lumit Osum, pra në Skrapar, nuk është vetëm ky, po kemi edhe të tjerë, Shqipërinë janë bukur, pra janë kryerje të thellësi, tretja më saktë, dhe kryerja kombinim në shkëmbim gërqëror e ujit aty kur ai çan male ose çan territorët ku ka shkëmbim gërqëror. Gryka më e famshme është gryka e Këlcyrës, pra në qytetin e Këlcyrës. Edhe këtu lumi i Mos ka çar dy nga vargjet, dy nga vargjet paralel të rajonit jugor, që cilët janë Trebeshir në themel dhe Shëndëlli Lunxhëri. Ndikimi i relievit në kujtimin natyrore, në popullim, zhvillimin ekonomik të vendit dhe klimën. Relievi ndikon me anë të lartësisë, drejtimit dhe coptimit
A indikon në klim, sa më larg ndihemi aq më freskë në ftohtë bën, në hidrografi, dhe lumej ndjekin ndërtimin e shkallëve të maleve, por edhe sa më larg ndihemi më shumë rreshi shiu ka zakonisht kur jemi pranë britetit. Në toka, relievi ndahet sipas lartësisë në nivelin e detit. Të tjera dhera janë në zonat e ulta dhe të tjera dhera janë në zonat të larta në mal. Në bipsi, sipas dherave, janë dhe katësimet e bipsive në vendin tonë. Si ndikon relievi në dukurit natyror në popullim tashmë? Në cilat forma të relievit është përqendruar më tepër popullsia, në zonat ulta apo zonat larta? Popullsia përqendrohet më tepër në reliev fushor dhe kodrinor, në Shqipëri dhe në gjithë botën. Si ndikon relievi në zhvillimin ekonomik të vendit? Në reliev fushor kemi produkte bujqësore, industrinë, transportin më lehtë. Në reliev kodrinor malor, tregtoria favorizohet, rreshtaria, pemtaria, kërkesimi kodrën, mineralet, turizmi malor e të tjerë.